Gjatë prezantimit të projektit për shërbimin e jashtëm, ministre Alisa Spiropali nënvizoi nevojën për një reformim të thellë të sistemit diplomatik shqiptar. Ligji parashikon hapjen e dyerve për profesionist me përvojë ndërkombëtare jashtë karrierës diplomatike, krimin e akademisë diplomatike dhe forcimin e dimensionit ekonomik dhe kulturor të përfaqësimit të vendit tonë. Ritmi i politikës tonë të jashtme nuk është ndjekur gjithmonë nga ritmi i strukturave tona shtetërore. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka diplomat të shkëlqyer, profesionistë të përkushtuar dhe me përvojë të çmuar. Por si çdo institucion që vjen nga një histori e gjatë totalitare dogmatike shartuar me tranzicion kaotik, ajo mbarte ende reflekset e së shkuarës, reflekse inercie, nepotizmi, reflekse mbyllje ndaj kuadrove të ri, reflekse të një administrate që shpesh ka qenë më shumë procedurale sesa strategjike. Opozita kritikoi procesin duke akuzuar mazhorancën për pengesa në integrimin evropian dhe mbrojtje politike për zyrtar caktuar. Flet tërësisht për të kundërtën e kësaj që ju shitët përpara opinionit publik. Nuk flet as për reforma, as për përparim, as për progres. Sigurisht flet për një gjë që bijem dakord gjithë, që duhet mbështetur integrimi evropian i Shqipërisë. Mirë po, integrimi evropian i Shqipërisë, zonja ministre, nuk realizohet dot me ato që kryeministri i Shqipërisë i ka lënë si detyrë në mbledhje grupi, ku ke qenë dhe ti, që t'jenë lëkur këpuce për spakun. Në përgjigje, Spiropali garantoi se hapja e negociatave në Bashkimin Evropian do të realizohet brenda 2027-s, duke lidhur procesin me përparimin në luftën kundër korrupsionit dhe respektimit të reformave. Të jeni të sigurt që nuk ka asnjë çështje të brendshme, asnjë problematik këtu dhe asnjë çështje tjetër që mund të marrë peng procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe jo artikuj të sponsorizuar në mediat huaja, narrativa të prodhuara këtu që pastaj shiten në institucionet ndërkombëtare apo në media si e vërteta e Shqipërisë dhe nuk ka tym e zjarr që mund t'ja shëmtoj Shqipërisë apo mund t'i marrë asaj sukseset që ajo ka të paktën në këtë fushë. 2026 dhe 2027 Shqipëria do t'i mbyll kapitujt për antarësim në Bashkimin Evropian, do ta përfundojë këtë proces me të gjitha energjitë e saj, me të gjitha kapacitetet, me të gjitha sakrificat që ka bërë dhe me të gjithë udhëheqësinë e saj në reformën drejtësi që jo ju s'kishit për ta ndërmarrë kurrë, po dhe ato vende që ti përmende këtu si pararoj që pas kanë hapur e mbyllur kapituj nuk janë kurkund në plotësimin e këtyre standardeve, kritereve, jo e më reformave siç i përmende. Ministra i bëri dhe një referencë rëndësishme gjyqit në Hag për ish-krerët e UÇK-s, duke theksuar se Shqipëria do të mbrojë të vërtetën historike të Kosovës dhe integritetin e saj në arenën ndërkombëtare.